Është taraca e kopshtit nr. 2 në Gjirokastër, që ndryshe njihet si Cicerimat. Shihet qartë se tashmë ajo është mbuluar me panele diellore, të cilët janë montuar së fundi, në kuadër të përgatitjeve që Bashkia e Gjirokastër bën për fillimin e vitit të ri shkollor. Nga ky investim i financuar prej donatorëve ka përfituar edhe gjimnazi Siri Shaplo. Këtu jemi te kopshti nr. 2 që po bëhet një investim i jashtëzakonshëm, si dhe te gjimnazi Siri Shaplo me panele diellore, të cilat ne jo vetëm që do ndihmojmë në mos harximin e energjisë elektrike, por pse jo edhe të japim energji elektrike nëpërmjet paneleve diellore. Ju e shohini edhe vetë që në çdo kopësht, në çdo klasë janë vendosur të kondicioner për zhdukjen e një herë për gjithmonë të sobave, të druve të zjarrit, ku me gjithmonë kemi pasur vështirësi edhe, ndoshta edhe për furnizimin e tyre me dru, ja kemi dalë që në gjitha ambientet e kopshtit të vendosen kondicioner. Jo vetëm të ke kopsht, por në gjitha investimi do vazhdojë. Ta gëzojnë fëmijët, ta gëzojnë prindit, po edhe ne ta gëzojnë, sepse nuk e kthejmë kokën mbrapa me këtë investim që kemi bërë. Ju e patë vetë që investim kolosal që është bërë, po frutet do të japi në dimër, kur fëmijët do të kenë nevojë, po edhe në bahar ndoshta për freskimin e tyre. Drejtori i Drejtorisë së Arsimit në Bashkinë Gjirokastër, Arben Rexha, thotë se ky investim madhor do të çojë në kursime të konsiderueshme të energjisë, duke ulur edhe faturën që Bashkia e Gjirokastër paguan për energjinë në institucionet arsimore. Vendosja e këtyre paneleve ka të bëjë jo vetëm me ndihmën që më jep mua me vendosja e këtyre kondicionereve, por me harximin e pakët të korrentit. Ne do bëjmë një balans, sa japim ne nga panelet diellore dhe sa harxojmë. Ka raste që ne edhe mund të fshesim dhe nuk mund të blejmë, sepse mund të jemi pushim. Dhe kjo ka të bëjë me mos harximin e energjisë elektrike dhe përkursimin e vlerave monetare të bashkisë. Pavarësisht se është verë, kopshtet në Bashkinë Gjirokastër vazhdojnë të funksionojnë duke pritur fëmijë, por në një numër më të reduktuar se gjatë vitit shkollor. Kopshti dhe qerdet nuk do të mbillen për gjithë sezonin. Do të thënë, për 365 ditë që ka viti, 365 ditë kopshti dhe qerdet të jenë të hapura. Do të funksionojë edhe me ushqim, sidomos kopshti nr. 2, kopshti nr. 7 dhe kopshti nr. 4, aty ku ka shumicë të fëmijëve. Po të ngjitemi lart, frekuentimi i fëmijëve është i kënaqshëm dhe mua më vjen mirë që prindit, fëmijët i lënë në duart të sigurta. Dua të falenderoj edukatorët, do të falenderojmë ekipin mbështetës të pastruesit, kuzhinierët, me tërmend është bërë një punë e jashtëzakonshme.